Dështimi i negociatave për zgjidhjen e krizës politike në vend nuk shihet as pak mirë në sytë e qytetarëve. Shkodranët shprehin se majoranca dhe opozita në takimet e zhvilluara deri tani në presidencë duhet kishin gjetur një zgjidhje në mënyrë që PD të futet në parlament për të miratuar ligjin e vetingut dhe Shqipëria të zhvillojë zgjedhjet kushte normale. Me Berishën do të dështojnë negociatat. Sa është Berisha nuk është Shtëp Basha. Është Berisha ai që u heq. Berisha është ai që e komandon Bashën. Po tash ka diçka këtu që pengohet, se kush ajo dihet e drejta se kush kërkon. Edhe për këtë pranoj edhe vazhdojnë ta kundërshtimet, sepse një e drejt ashtu që shkelet. Po janë lojna më. Ka për Misaminin. Bashat hinë në zgjedhje, bajnë luftën e vetë përfitore, të votojnë ligjet, e populli për atë punë ja valon në ati i votat, por Ramas nuk mendon. Qytetarët ndjejnë keqardhje që Shqipëria ndodhet në këtë kaos politik, ndërsa bëjnë apel që qeveria dhe opozita të gjejnë rrugën e zgjidhjes. Ne na vjen shumë keq një popull, se hajmë ne ato shumë keq. Ne do të bëjmë zgjedhje, do shkojmë zgjedhje. Ky popull do të qetësi, kjo ka rëndësi. Shumë keq ashtu. Vjen keq sepse një gjendje e tillë bën mo revoltu, bin dakord, kur s'bin dakord, kjo shkon drejt skeqes. Thirrje jene, ata shkon thirrje. Thirrja jene për politikën është gjenë një zgjidhje, si shkojnë zgjidhje me gjithë opozitën. Keqen vjen për situatën se na vllazën, motra jena, shqiptar jena, po Rama është i pa përfillshëm, është i pa binun, nuk e menon për popullin, menon vetëm për vetin. Kriza politike që ka përfshirë vendin dhe rrezikshmëria për procesin zgjedhor të 18 qershorit dihet më shumë se kushdo tek qytetarët e thjeshtë të cilët kërkojnë që tashmë të gjendet një zgjidhje dhe Shqipëria të mos mbahet peng i kaosit, por të vijojë rrugën drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian.